Legjenda e malit të thatë. Një herë një kohë, shumë miliona vite më parë, një peshkatar hodhi rritën e tij në liçen dhe pa e ditur kapi një shtojzovalle. Ajo qante dhe i lutej ta lironte, por peshkatari, i magjepsur nga bukuria e saj, nuk pranoi. Shtojzovallja arriti të shpëtonte nga rrita, por fustani i saj mbeti i ngatëruar. Ai fustan ishte pjesë e qanies së saj dhe pa të nuk mund të jetonte në ujërat e thella. Peshkatari refuzoi t'ia kthente dhe i propozoi martesën. Pa rrugë tjetër, ajo pranoi. Nga martesa e tyre lindën 2 fëmijë, një djalë, mali i thatë, dhe një vajzë prespa. Edhe pse ishte nënë e dashur, shtojzovallja ndjente mall të madh për botën e saj nënujore dhe kërkonte çdo ditë fustanin. Një ditë, kur peshkatari mungonte, ajo e gjeti fustanin, e veshri dhe u zhyt përgjithmonë në liçenin e Ohrit. Prespa qau pa pushim nga dhimbja. Vëllai i saj u përpoq ta ndalonte vajin dhe u shndërrua në një mal të thatë shkëmbor, ndërsa nga lotët e prespës u krijua liçeni i prespës, lot që edhe sot, sipas legjendës, rrjedhin drejt liçenit të Ohrit, aty ku ndodhet nëna e saj.